Në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e aktivitetit kriminal të trafikimit lëndë narkotike, strukturat e drejtorisë vendore të policisë në Korçë në bashkëpunim me drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit në Korçë në drejtimin e prokurorisë finalizuan operacionin e koduar Gorica. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit grek TK 48 vjeç dhe AM 34 vjeçë, banuese në Greqi, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative se një automjet me targa greke do të trafikonte drejt Maqedonisë së Veriut me destinacion final Greqinë, një sasi me lëndë narkotike, janë organizuar shërbimet e policisë, të cilat bën të mundur lokalizimin e automjetit të dyshuar dhe u vunë në ndjekje të tij. Automjeti me drejtues 48 vjeçarin dhe pasagjerë shtetase në AM u paraqit në daljet pikës kalimit kufitar të Goricës dhe gjatë procedurave të kontrollit kufitar, mbi bazën e analizës së riskut, automjeti u kalua për kontroll në vijin e dytë. Nga dyshimet e krijuara, shërbimet e policisë kufitare në bashkëpunim me autoritetet doganore kaluan këtë automjet në kontroll më të detajuar në skaner, ku si rezultat u gjetën të fshehura në një vend të krijuar posaçërisht në pjesën e poshtme të mjetit 37 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa me peshë totale rreth 34 kg. Në vijim të veprimeve të parahetimore nga strukturat e policisë u arrestuan në flagrancë 2 shtetasit grek të lartë përmendur për veprën penale trafikimit të narkotikëve të kryer në bashkëpunim, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan rreth 34 kg me lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa, automjeti, 2 aparate celular dhe një shumë eurosh. Policia vijon veprimet hetimore për identifikimin e personave të tjerë të dyshuar si të implikuar në këtë veprimtari kriminale.